Familja jote nuk e don atë, Jozi ja thot troç Eglit nuk e pranon gjinsin për këtë shkak. Jozi ka diskutuar me Eglin për qëndrimin e saj ndaj gjinsit. Qëndrimi i saj sipas Jozit ka qenë me dy fytyra. Pas rikthimit të saj nuk ka treguar veten e saj, por vetëm një robot. Teksa Jozi tha ndër të tjera se qëndrimi që mban ndaj shkatrimtarit të figurës tënde ku është. Egli është përgjigjur duke thënë se nuk i ka lënë gjë pa thënë që ku është rifutur pasi ka qenë me qiell dhe ka parë situatën nga një këndvështrim tjetër, por e tha se nuk kam çfarë t'i bëj më atij, teksa i hodhi edhe kundër përgjigje duke thënë për Loridanën se dhe atij erdhi mirë kur e fali. Ndërsa Jozi u shpreh se ata janë shifti i vërtet dhe të gjithë e kanë parë, ndërsa e akuzoi atë dhe gjestin për një shif vetëm për interes. Ai tha ndër të tjera, ne jemi të vërtet, ju jeni për interes, nuk ke fytyrë të merresh. Familja jote nuk e do atë që të ka shkatruar ty, ti ke thënë që familja ime nuk e pranon gjestin. Ke thënë që familja nuk është pro gjërave që më bën të ndihem ashtu siç jam ndier, dhe nuk po e bëj. E kam treguar veten time pas rikthimit, po ti çfarë ke treguar ndaj vetes tënde? Apo që e hodhe poshtë Loredanën e më pas u pajtove, të erdhi mirë, a? U shpreh Egli për këtë situatë, teksa dyshja nuk dinë se situatat jashtë midis familjeve janë pajtuar. Kjo pasi familja e gjestit i kërkoi falje publikisht familjes së Eglit, nëse është ndier keq dhe tha se në emër edhe të Besartit ose të quajtur ndryshe gjesti, i kërkon falje për çdo moment të keq që i ka shkaktuar. Duket se ky kërkim falje është vlerësuar nga prindërit e Eglit, të cilët edhe në Instagram zyrtarët e saj kanë filluar ta përkrahnin gjestin, pasi në fillimet e rihyrjes ishin kundër atij.